ndaj një ndër amanetet me të cilat na ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala janë dhe trashëgimtarët tonë. Trashëgimtarët, fëmijët të cilët në vetvete me patjetër që janë nimet dhe begati prej Allahut, por kërkojnë një përgjegjësi. Aq më tepër në një kohë në cilën ne jetojmë, ku shumica prej nesh janë thjesht prindër biologjik, sepse edukimin e fëmijëve tanë ka marrë përsipër dikush tjetër, nëpërmjet programeve arsimore dhe mësimore që kanë vendosur, ku nuk të kanë pyetur ndonjëherë nëse je i pajtuar apo jo, ti si prind apo roli jot në këtë shoqëri. Ndaj, në këtë ditë kemi nevojë akoma më shumë të jemi më pranë fëmijëve tanë. Kemi nevojë më shumë t'i kushtojmë vëmendje akoma dhe më shumë atyre. Kemi nevojë të jemi edukator. Të jemi edukator ashtu siç Allahu xhelle xhelalu drejtohet në Kur'an e tij famlar ku thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara." O ju cilët keni besuar, mbroni veten, sepse je krijesa e përgjegjshme pra. Mbroni veten dhe familjen tuaj nga zjarri, lëndjekse e cilit janë njerëzit dhe janë burët. Si ta mbrojmë veten? Veten e mbrojmë duke u kapur pas fesë së Allahut, pas besimit pastër. Si ta mbrojmë familjen? Duke i ushqyer pikërisht besimin, të cilin e kemi përqafuar dhe e kemi zgjedhur me lirinë tonë të plotë, me përgjegjësinë më të madhe.